80 vjeçari agjërimin e muajit të Ramazanit e kishte filluar prej moshës 13 vjeçare, një përmbushje fetare që sipas tij e ndrit mendjen dhe shpirtin. Me të thënë drejtën, prind kanë agjëru, edhe ne jemi madhe, 50 e sa shtëpi si lagje Bilal në thonë, kretë kanë agjëru, e thash unë kër jam kanë fëmijë ku më agjëru, dikun për 3-4 vjeçë, më ka ardhë marrë me thënë s'pajnoj se të keshin. Vetë shkollë ka njerë mësus në prishin, mësus ka njerë në prishin Ramazanin, si shme të tanë, mësi nuk e pi duhani, se ata donë gjithën pak më të mërzit, që ma dhe vikasin në Bavakijë zënë, unë jam më i setë në Ramazan, edhe si që shme të tanë, unë e duroj urijen, e duroj, edhe etër e duroj. Se këta shku dalë ndri me gjytë pësht, e kam një shok që me të marrunja aty dush me për me kërë, e shojnë kamët. E 2 herë në ditë hanë bukë ndri, unë e hanë 9 ora shpi dhe ma të tenë pra me sa. Kura do ka Ramazani, kështu që Ramazani për mu nuk paraset problem, po duhet edhe pak koka me ta përpunu, se kom pa një ditë në qatë televizion që më është një ministë e Suedis, që ka dash mu konvertu në islam, Ramazanit ju ka do kështë sfide madhe, edhe ka inu 4 vjetë tinës burit, 4 sezona të verë, tinës burit edhe djallit, dhe kur ka pa që pa mund me majtë Ramazan, e kanë sfidë për ta, për mu konvertu në islam Ramazani. Edhe a shku edhe a konvertu, e ka pranu në islam edhe a shku, ty menu që do të më përzend djallit dhe burit, për e ka pranu dhe ato e këmpanë publikisht, televizion Gjerman. Kur a shku burit dhe djallit kënë përshafët, nga hadhe tash qëna ku e konvertuat të marrë me në besin. Tash në përshamë, se Edi Rama vjetë ndonë tha, budal i ka njëve shpia vete e lagjit e vogli, tash për njëve krejt bota, sandet e mira qia për njëve bota, tash përshamë njerës dijes, njerës jo bari delesh, po njerës dijes i pa konvertuar në islam. Tash në pisha do sulme, pashien do sulme, nda islami, gjë islami ekstreme, ja, islami e feje paqës. Islam është paqë. Edhe kër e këqit përshkirin e barë, dikon në luft, a kanë shaj dorëzimi, edhe tesha e barë, kër e vesh muslimani që i shkanë më falë, është dorëzu për e Zotit vetë.